Jetë e dy fish dhe shumë sekrete, e cila është shenja më misterioze e zodiakut. Sipas astrologjisë, disa njerëz njihen për aftësinë e tyre për t'u përshtatur shpejt me situata dhe persona të ndryshëm. Ndër shenjat e zodiakut, binjakët shpesh përmenden si ata që kanë shumë fytyra dhe që jo gjithmonë e tregojnë menjëherë anën e tyre të vërtetë. Kjo nuk lidhet domosdoshmërisht me fshehje apo mashtrim, por me natyrën e tyre të ndryshueshme dhe aftësinë për të përshtatur sjelljen sipas rrethanave. Binjakët, mjeshtra të përshtatjes. Astrologët i përshkruajnë binjakët si një shenjë shumë kurioze dhe dinamike. Ata mund të jenë të qetë dhe serioz në një moment, ndërsa pak më vonë të shfaqen energjik, spontan dhe të gatshëm për aventura. Kjo ndryshueshmëri shpesh krijon përshtypjen se kanë disa anë të ndryshme të personalitetit dhe se është e vështirë të kuptosh plotësisht se çfarë mendojnë apo ndjejnë. Tërhiqen nga përvojat e reja. Binjakët njihen për dëshirën për të provuar gjëra të reja, për të njohur njerëz të ndryshëm dhe për të dalë nga rutina. Për këtë arsye jeta e tyre shpesh është e mbushur me ndryshime, interesa të shumta dhe ambiente të ndryshme shoqërore. Kjo mënyrë jetese mund të duket të tjerëve sikur ata luajnë role të ndryshme, por sipas astrologjisë bëhet fjalë më shumë për fleksibilitet dhe përshtatshmëri. Sekreti i tyre është ndryshueshmëria. Termi jetë e dy fisht përdoret shpesh kur flitet për binjakët, por astrologët e lidhin më shumë me aftësinë e tyre për të shfaqur pjesë të ndryshme të karakterit. Ata mund të përshtaten lehtësisht në një diskutim serioz profesional, por edhe në një ambient të relaksuar shoqëror. Pikërisht kjo natyrë pa parashikueshme i bën binjakët një nga shenjat më interesante të zodiakut sipas astrologëve, pasi shpesh lën përshtypjen se gjithmonë kanë një tjetër anë për të zbuluar.